Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Përshëndetje doktor, si jeni? Jam XX, 37 vjeçë. Jam nën e një djali 5 vjeç. Gjatë shtatzanisë kisha çrregullime të rrahjeve të zemrës. Më bëj sikur më dalonte zemra për një sekond dhe fillonte prapë. Kjo gjë kishte raste më bëj vetëm një herë gjatë ditës dhe herë të tjera disa herë gjatë ditës. Ndonjëherë i kam dhe të rraurat e shpejta deri në 100. Mu rrit gjithashtu tensioni gjatë shtatzanisë dhe ndaj linda me cezarian, sepse kisha tension 16-10 dhe dhimbje koke. Kontrollet e kardiologu më kanë dalë në rregull, pra nuk më nxjerrin asnjë problem. Pas lindjes kam qenë në rregull, ndërsa vitin që shkoi, sërish më filloi hipertensioni. Kisha dhimbje koke dhe tensioni vajti 16-10. Bëra të gjitha kontrollet dhe prap nga zemra nuk më del asgjë. Sepse her pas here kam çrregullim të ritmit të zemrës dhe tensioni më ri gjithmonë 13/10, dhe pse mjekohem me amlodipin. Pi gjysmë kokëre çdo ditë. Kam bërë shumë analiza, duke përfshirë këtu analizat e proteinave dhe i kam çdo gjë brenda normës. Nga se mund të vi kjo doktor, sepse jam e frikësuar. FRM nëse më përgjigjesh gjithë të mirat. Atëherë kemi të bëjmë me një paciente 37 vjeçare, e cilë për herë të parë e lidh çdo gjë me shtatzanin, po kjo gjë ka kaluar tani, është domethënë si të thuash histori e harruar. Para 5 viteve ka qenë shtatzan dhe aty ka filluar tensioni për herë të parë. A ka qenë tensioni shtatzanis tani, a ka qenë vetë fillimi i tensionit, nuk mund ta them, po si përfundim ka shkuar çdo gjë mirë. Problemi është se pacientes tani ka filluar tensioni, ka një vit, ka tension diku te 16/10 dhe është 37 vjeçë. Dhe problemi që shikoj unë është se edhe me mjekim tensioni rrit diku 13/10. 13 nuk është në rregull, nuk është problematike. Ajo që është problematike për mendimin tim është tensioni diastolik 10, do me thënë 100. Nën mjekim, sigurisht me amlodipin. Gjysmë kokra një herë në ditë. Dhe ka bërë disa analiza. Analizat mund të mi shkruani me shumë kënaqësi. Kam interes. Nuk e di a është parë për një hipertension sekondar. Duhet ta them, nuk është mosha tipike një hipertensioni sekondar. Mosha 37 vjeçare është për fat të keq moshë që shumë shpesh fillon hipertensioni primar. Hipertensioni pra esencial, ose pa shkak ka ai, po është multifaktorial. Janë shumë shkaqe që ndikojnë, që mendohet se ndikojnë, domethënë, në rritjen e tensionit. Një shumë të shkurtër, shkaqet e hipertensionit sekondar, me qenë se më ke shkurtër ka dalë çdo gjë mirë, besoj se i ke përjashtuar, por po t'i rendis këtu, për mua do ishte okay të përjashtoheshin shkaqet sekondare. Numri 1 janë problemet me tiroiden, numri 2 janë problemet me gjendrën mbiveshkore, numri 3 janë problemet me veshkën. Të paktën këto 3 bazik, ka dhe pak shkaqe të tjera çik më të rralla, po këto 3 bazike, po them tiroidja, veshka dhe gjendra mbiveshkore, ku te veshka futet edhe arteria renale. Problemi tjetër që shikoj unë në këtë mesazh është terapia me amlodipin, i cili nuk është medikament i linjës së parë për mjekimin e tensionit,
E kemi thënë, linja e parë e fillimit të një ilaçi tensioni janë ACE inhibitorët ose ARB-t, që do të thotë, po marrë 2 shembuj, ramiprili, po them, qa janë këto me pril, ose sartanët, për shembull, kandezartan. Janë ilaçe më të sigurta, që kanë më pak efekte anësore dhe që i bëjnë zëmrës vetë dhe enëve të gjakut më mirë. Dhe doza e tyre duhet të përshtatet. Sigurisht, përjashtimi i vetëm është në qoftë se dëshiron të mbetesh shtatzan, por me 37 vjeçë është pak diskutim. Në qoftë se nuk do të mbetesh shtatzan, unë do të ndroja mjekimin, nuk do merja amlodipin, por do merja, po them, ose ramipril ose kandezartan, një mjekim tjetër. Unë do zgjidhja ARB-t, sepse është diskutimi gjatë. Dhe kaq, këto 2 këshilla kisha, të uroj shëndet.